Mirë, s'pari njerë do t'ju uroj gëzuar festat, edhe bashkë me ju të gjithë banorët Gramshit, duke vuar nga urimi më rëndësishëm shëndet, mbarësi dhe më të mirë për gjithë banorët e Gramshit. Fillojmë mbledhjen e radhës së fundit të këtij viti. Si rendite kemi 8 pika, ne kemi 2 pika të tjera që janë shtesë për rendite. Është për miratimin e kërkesave për subvencionin të qeras për disa familje me nevojë bazuar në programe sociale për shërimin e banorëve të Bashkisë Gramsh me qëllim përfitimin e fondeve buxhetore dhe pikën e dytë për miratimin e shumës bashkëfinancimit të subvencionimit të qeras. Jemi dakord për fundin e renditës edhe këtyre 2 pikave. Edhe në votim, kush është pro kundër abstenim? Miratohet. Për arsye se punonjësit e bashkisë duke mirë kuptuar ka diçka urgjente do të lëvizim, i fusim 2 pika që futëm jashtë renditës, i fusim në fillim. Për miratimin e kërkesave për subvencionim të qeras për disa familje në nevojë bazuar në programe të ndjesje. Me renditës jemi dakord me fjalë, në gjithë, siç është. E jona, pikën e parë. Për miratimin e kërkesave për subvencionim të qeras për disa familje në nevojë. Gjitha të ditë që nuk jemi një më të parë materiale, të përshën se një shqiptarë po mund të në siljen e kontratës qeras, kemi bëjtë të nuk të shqiptarë, po mund të realizuar. Atëherë, realizuar në ligjë 22 të strehimit social, neve si çdo vit kemi hapur thirrje si bashki që të vinë aplikantët dhe kemi 35 familje për vit që do të trajtojnë në bonus qerare. E para, Smira Balloni, Sabria Hasma, Kuleza Emar, Melike Leshi, Vasiki Kasmi, Nafia Çakrezi, Skënderij Zylani, Endris Dolbu, Ilia Masufi, Elmar Kramati, Fatmir Roma, Noli Bora, Miri Kumria, Xhabeir Birsa, Vladimir Pullovi, Giulia Shamale, Lulieta Duka, Flutur Leka, Valentina Selimi, Tomor Roma, Miranda Çakrezi, Zana Çakrezi, Alma Qela, Eknat Nasufi, Vazhet Buzani, Lucim Doku, Nikita Lar, Lucim Bravo, Adnan Sula, Rashmito Kasmi, Dëdesmon Tago, Idei Tago, Marisa Karajini, Ermira Shuli, Marusha Sharko dhe Anita Mema. Në total janë 35 familje, nga të cilat 20 janë familje që i përkasin kategorisë pa, 9 janë familje me ndihmë ekonomike, 2 janë familje që janë të cilësisë të moshuar, 2 janë përkues dhe njëri kërkes kategorisë në bazë. Mirë, faleminderit, Ilona. Kush do fjalën? Me njëri fjalën. Mirë, edhe në votim atë, kur është pro kundër abstenim, miratohet. Vazhdojmë me pikën tjetër për miratimin e shumës së bashkëfinancimit të subvencionimit të qeras. Bashkia Gramsh për të aprovuar miratimi i kërkesave shëndetësore mundësi ka si detyrim ligjor që të bëhet bashkëfinancim 20% që dhe është në vlerën 775.430 lekë, është pjesa e bashkëfinancimit 20%. Ka ndonjëri? Udana, s'ke karton dhe? Kam, po s'ka kodin. S'ka jeshil kodin. Do të vëllin, vetëm jeshili kemi lënda. Ja kam e qërë jeshili me gjithmonë s'ka. Kodin, ngritë orën e bukë. Ka në njëri nëjë paqërësina që? Mirë, edhe në votim, kur është pro kundër abstenim, miratohet. Faleminderit jo. Vazhdojmë pikën e 3 të renditës për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin nëntor 2025, fondi 6%. Përshëndetje të nderuar shqiptar, besoj materialin e njohur. Për muajin nëntor janë gjeneruar nga sistemi i ndihmës elektronike 46 familje me një fond total së bashku me kompensimin e energjisë elektrike këtu 201.475 lekë për muajin nëntor. Pra kemi një rritje të lehtë për 3 familjesh plus nga muaji i kaluar. Ka ndonjëri mirë edhe në votim, kush është pro kundër abstenim? Miratohet. Vazhdojmë me pikën e 4 për fuqizimin e bordit të kopshtit dhe miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e bordit të kopshtit. Kryetari e komisionit, Dana, ta relatoj, është mbledh komisioni.
E ke raportin? Ja do ta thonë sa. Mirë. Nderuar këshilltar. Bazuar në ndjenjën 8.2, ndjenjën në përgatimi në 23/12/24, në 24 është gëva për vetë qeverisjen vendore, si dhe në planin e arsimit para universitar të bashkisë Garë 2026-2028, propozojmë sot të relatorat të Këshillit Bashkisë të Rregulluar për organizimin dhe funksionimin e Bordit të Fuqishme. Rregulloria është një dokument administrativ që mbështet në zbatimin e kodit të procedurave administrative, ligjit 2012 për arsimin para universitar në Universitetin e Shqipërisë së Ndryshuar, Muzimit nr. 25/25/2015 për ngritjen dhe fuqizimin e bordit të institucioneve arsimore të ndryshuar, urdhrin nr. 31/2020 për miratimin e rregullores dhe fuqizimin e institucioneve Sa arsimore. kemi ne këto e kemi lexuar. Atëherë, Po kemi ndonjë që të bjemi më shkurt. Tani nuk është se bordet e shkollat të institucioneve arsimore të parashkollore aty para universitare nuk funksionojnë. Dhe bashkia ka rolin e saj në përzgjedhjen e profesorëve të vetë që janë në ndjekës të gjithë vëmëtarisë në institucion arsimor. Në këtë rast kemi të arsimit parashkollor. Në këto muaj që unë kam ndjekur nga afër vëmëtarinë e këtyre institucioneve, shikoj që ky bord nuk është në ato nivelet në cilat ne do ta kërkonim, sepse bordi do të jetë ai që do të jetë një promotor dhe nxitës i vëmëtarisë së institucionit parashkollor, por gjithashtu dhe monitorues dhe vlerësues i vëmëtarisë të këtij institucioni. Duke parë nga kjo anë, kemi menduar që ta për fuqizimin e bordit përcaktojmë në rregullore dhe pikat të cilat do të jenë përgjegjësitë e secilit, duke filluar që nga ato që ka drejtori, vetë bordi me kryetarin dhe sekretarin e tij dhe me institucionet e tjera, organizmet e tij brenda kopshteve. Dhe mi pas kësaj kemi hartuar një draft të rregullore, cilën mendoj që ju i njohë, në komisionin e kemi diskutuar dhe e kemi planuar deri diku, tani është merret e vendimit juaj. Ky është përcaktuar në planin e vëmëtarisë me të gjitha elementet e tjera që do ta vazhdojmë me edhe me bordet duke bërë trajnime me përgjegjësitë dhe rolin e tyre. Për të fuqizuar gjithmonë rolin që ka bordi në institucionin e arsimit parashkollor. Nëse keni me pyetje, ta dalë. Po, faleminderit. Ka njëri që të fjalë? Mirë, edhe në votim atëherë, kush është për nga abstenim? Miratuar. Faleminderit. Faleminderit dhe gëzuar vitin e ri. Vazhdojmë me pikën tjetër për miratimin e buxhetit vitit 2026 dhe programit buxhetor apo mjesën përfundimtar 2026-2028. Shmbledh Komisioni Ekonomisë për pikën e risa në relatosh. Kemi financim të projekteve të reja në fshatra të Trashëvisë, Qerret dhe Dric me grantin e buxhetit për vitin 2026, vijnë
Normalisht investimet për investime kapitale në vitin 2006, kryesisht janë ato investime që ne kemi ato të 2025 në lëkryet e financimit 2026, dhe disa investime të tjera të cilat nuk mundësuan të likuidohen të paguhen deri në 2025. Konkretisht janë për mbajtjen e kokës për besimin, që është vetëm 1 milion. 1 milion e notimi parkimit, pjesa e kalkuluar për financimin e vitit 2026, 6 milionë për besimit. Dhe garajeve të pallati të organizimit të pajisjeve, që ka një shkuar për 10 vite me klasë 1 milion. Dhe pajisjet e veta për shërbimin të apitës 1 milion 500.000, shërbimet për në kanaleve të veprave vënditëse 5 milion 200.000, notimi i pjamit të përpunimit të mbjetës e qepë 2 milion 500.000, i konstruksioni i rrugës e shparbike që musë ose rrugari në Koqi, pjesa e kalkuluar për financimin e vitit 2026, 5 milion 500.000, jetë riplanificuar shpenzimin për gjustësimin e rrugës të fshatave qeve, Trashëgimit dhe Drizë. Konkretisht qeve 4,7 milion, 20% të pjesë të projektit për vitin 2026, Trashëgimit 1,8 milion, dhe kjo 20% të pjesë projektit për vitin 2026, Driza 9.500.000, dhe kjo njësisht 20% të pjesë projektit për vitin 2026. Ka një propozim. Po. Të gjithë shqiptarë ka lexuar dhe ka një temë. S'është nevojë të drejtorit. Kush ka rësimirim në atje? Mirë, jeni në rregull, unë e po. Shumë konstruktiv. Se gjithë shqiptarët besoj se janë dorës, besoj se kanë marrë shumë. Mirë. I vlerë para neve se kanë bërë. Mirë, faleminderit. Ka ndonjë që do fjalën? I keni lexuar materialin gjithë. Po. Vetëm ngrihet pak zërin këtu. Komisioni e Financës. Sepse materiali është shpërndar në rrugë elektronike. Dhe besa është buxheti për vitin 2026. Se për më atë mendoj që asnjë se sa është vlera. Po edhe fajri, 762 milion. Da poi commissione. Ah, commissione, da farsi per Shpërndarja është marrë për bazë të gjesa pas kalendarit që ne kemi miratuar me qytetarët. Në marrë parasysh kërkesat e qytetarëve. Dhe dyta, drejtoritë të pasë të bashkisë kanë paraqitur kërkesë që në pasarës mos kemi probleme që hiç drejtorisë sjell kërkesë do dua ekspert për shkak se qoftë Rusia, qoftë Pjorja, qoftë Mëndëzëja, qoftë arsimi. Në qoftë se nuk ka paraqitur kërkesë, në qoftë se ka paraqitur kërkesë, a është marrë për bazë që jo jemi dakord sipas shpërndarjen që është bërë nga ata që kanë ardhur buxhetin. Pyetja tjetër është sepse tu shikoj investimet. Investimet për flas për shtatë vjetë. Do këshin fillu në 2025. Edhe ishte që investimi në 25 o 26 për 2 vjetë. Në një që ka
s'kam fituar, po tani është 2006-2007. 2006, vetë, pagesa është 2007. Tani ishte marrë mas atyre. Jo, duhet të ishte në punë, jo të ishte në marrë. Duhet të ishte në punë, po për shkak të mos grumbullimit të agro. Sepse ishte bashkëpunuar me tarë dhe me gratë. Po, do tjetër kam të shkëntarja, shikoj disa ugotat, miliore. Ashtë është punë që në është ke eksakt. Që të rritet interesi, impjetorëve, për krijimin e salerave, që atë koston, patagonë të të vetë. Që kishtë një shumë financiare më të rakë, të bërë disa, sepse të bërë të të reduktohet numri i vjetorisë. Dhe ajo shumë kishte të mund shumë e papërfishme. Pyetje tjetër, ke? Prit, ke pyetje tjetër? Ti e dhe përgjigjesh. Po, gjitha veturit se kohën parë të bashkisë kanë qenë kërkesa të tyre në kohën e vitit 2026. Nuk mund të thënë që janë marrë pasur të gjitha kërkesat e kohën atyre, por shpenzimet operative të planifikua për 2026 janë preferuar shpenzimet faktive të tyre gjatë vitit 2025. Në gjitha kërkesat që kanë dhënë gjatë vitit 2025, që janë përdorur material ndërtimi, pjesë konsumi, karburant, të gjitha që janë përdorur gjatë 2025, janë planifikuar një deri në vitin 2026. Dhe besoj se do jetë edhe me kryen e shërbimeve në anë të drejtave dhe sektorit të bankës. Jo me investimet e rrugës Fati Qerret, siç e përmendet pak kryetari, nuk janë të finalizuar për rezultatet e mos realizimtare, kryesisht në anësa e realizimtare në ndërtimin e rrugës. Dhe i kemi rikalifikuar për buxhetin gjatë vitit 2026, dhe konkretisht Fati Qerret dhe Tashovitës janë planifikuar me grant, jo me targo, nësa Fati Drejtës planifikuar përsëri me targo. Nësa investimet për valutave bysore për kuova, dhe e planifikuar për 1.430.000, është rregullimi ligjor 4% dhe taravo që realizohen nga qeraja e tokave bysore, duhet të reinvestuar për votën e tokave bysore. Dhe ne kemi planifikuar të vlerim në krahasim me planifikimin e taravo që kemi planifikuar nga qeraja e tokave bysore. Sot dhe mund ta shohim gjatë viteve sipas kërkesave që do ketë nga njësit administrative. Po ta shikosh buxhetin nga vizuale makro, kjo të kuptoj që ky buxhet është shumë të vështirë. Nga 7 miliardë 620 milion lekë është buxheti i bashkisë për vitin 2026. Duket qarë në ty që 53% të marrë në kohë të shkruajnë nga shifrat aty në buxhet, 53% e zënë paga. Jemi një ndër bashkitë më përqind e më tullet. S'e ka mirë atje. Jo, kuptosh që Normalisht, jemi shumë mirë. Normalisht, buxheti për pagat nuk mund të kalojë 20%. Pastaj 30% a 31% janë shpenzimet korrente, cilat duke shumë fryrë. Kanë ca procese, s'po hyrë në detaj në zera, se ka shumë zera aty, por mendoj që është shumë i fryrë. Ndërkohë që investimet janë vetëm 61%. Ndërkohë që në buxhet të mëparshëm investimet do të kapin 30%. Pra e që bjerë sy, duket se dhe ato investime shumë birë. Në tjeri që është të drejtë, është të Qarrece, në Trashovica. Shumë birë është bërë, këto do të ishim bërë me kohën pa. E jam lagën qytetit. Por ja futu vetëm këto. Ndërkohë që ka shumë probleme të tjera imediate. Si që thane dhe mësitari mundi dhe në pjesat publike që të thënë drejtë nuk i qenë të pjesa, sepse shumë që të shënjërët e partisa që të bërë pjesë, por edhe ata kanë bërë propozimet konkrete. Se në kuptoj. Po dhe të shëndirë këshiltarë.
notizie për problematikën 20 shumë minimale, e të një pozicion e atini sistemi partikës që kemi për në vjarë. Për i plesë të kishtë, që një ka nevojë të më shumë. Por e të këshonjë sistematikës të rritë. Se përndon në me pare. Kemi valamare, kemi financim nga Ministria e Bujqësisë. Po një valamare. Po të kemi 2 milion euro, tani që të në? Devolli, Se është vetëm grafshë. plus devolli, kishë shama plus devolli, Ja, me shme në dakord, të bëjmë kutërshare me devolli. Edhe ujësirësin e silarës. minimale, Me këto jo? me shpenzime minimale mund bëjë një sistem atisë që kemi partisë, në shumica partisë, në shakra tjera partisë, shpenzime minimale. Shiko, janë them por nuk flasë politikisht, po flasë si këshiltar. Po një thjesht ka problemet që janë më të mosdoshme. Investimet nuk mund bëjë që nuk kujtoa mua të bëjë të rrugë sot dhe të bëjë të. Investimet duhet miratohen në barim, në këshillin e bashkimësit. Kush janë prioritetet? Dhe prioritetet filloj nga problemet të të tjera që ka nërës, që të ujpishën, që të ujpishën. Se kemi nevojë një pishë më të kikove, ka i gura e më. Se kemi nevojë. Ore këtë të rritë... Se kemi nevojë, ka të të rritë gjore, ne kemi projekt, i kemi qute drejtoria e venari, i kemi qute drejtorit përgjishme, presi mirativ, Ore, ka. nuk janë të fajë të e, të janë fajë të qeverisë. Se kemi nevojë, në këtu, hajde tani të bëjmë ndryqim shumë energji elektrike një fshatë, se bëjmë ne për shëja. Ka iku i sjellësi, që nuk marri shërbim njerëzit këtu, Qatë, e rritët çmimi si që të shkefi, kush? çmimin e ujtishëm. Ne votum kundër këtu. E votuit kundër për ke fasada, e këtoj Si që shukirë. fasada? E votuam o po dhe, tani më the nuk do flas gjë. Edhe fes të flas politikisht. O po dhe, tani më the nuk do flas politikisht dhe ktheheve komplet politikisht. Tani ke ndonjë gjë për buxhetin? Po jo mos dil jashtë rrjedhës apo. Kemi një herë tjetër. Po jo po sa po the pra që s'po flas politikisht edhe Nuk shkoj. Nuk shkoj. Ja, pse se Nuk janë Që i pari që t'ishe interesuar që shkoja në atë. të pjesa publike u thëmë si nga shumë. Se Pjesa publike, patë rrasisht, në janë si pjesa publike. qiri sudi të doa patologist ty. Jo, po të kishte Kryetari për të sudit, duket patologist a krishtë. Nuk ka, edhe i ka një probleme edhe nga shumë një shumë. qytetar. Ilaçja, po të kishe ardhur, do Nuk ka parë në pjesë publike që të ketë po për pjesë. kishte më plot, kishte. mirë. I ka parë. Ose Në ato pjesa publike në shumë si një pozë ose si parat mode, se sa probleme. Mirë, o po dhe, Të të them një fakt, një sekundë, o po dhe të kërkojnë vjes, të them vetëm një Unë gjë. të kësë dhe të mbaroj, përsa e Ja, këtë vetëm këtë një të gjë, kjatës. vetëm një gjë. Tani, unë të thoshe, që këtë buqet duhet të shikuar, u bethire edhe shqiptarëve socialistë, pavarësisht mbledhjes, para Po mbledhjes. që duhet ty ajo e po tani? Që duhet ty ajo, për që që për bledhe ne? Mos të ndomi në pozita partijane, sepse këtu bëhet fjalë për shërbime etike të njerëzve, le të shikojnë buqetin nga kryetarit dakord atje, ti qojnë atje ku kanë shumë nevojë njerëz. Po. Kanë. Po mirë, të da heqim atë, nuk e ndërtojmë qeretin, se ndërtojmë Cërujën, Jo, se jo, ndërtojmë atë Cërujën, apo- Drizën dhe Trashovicën, dhe hajde bëjmë kanale Vadice pastaj. Po, shfryt që ka administratë, Hajde bëjmë. shfryt që i shpenzimet korrente, dhe i qojnë investime. Është bashkia e dytë me numrin më të vogël në qartë. Qa do vi tani? Por qa bëjnë ata punojësit të përgjësit administrative? Neve dhe pat punojësit atë të taksave, krye dhe shërbime, ne, ka 5-10 veta. A, po që ti ke pas me 12 veta? E ke pas me 12 veta? Me 7 veta ka pas. Lere të mi 7 veta dhe 17 këshiltar. Me 7 Qa po një 17 këshiltar ati? Qa me i Pa këshiltar? e pa tani? 7.000 lekë me këshiltar. O, po dhe. Ore, po kretar, bashkove njësi. 3 veta janë, 3 veta ka O, po dhe, 3 veta ka. Ndimën ekonomike, shërbimet dhe Edhe administratorë. këto njësit administrative është mirë të bashkohet, se s'ka njerës poko, më shko Po mirë, ja të bëjt reforma tani. Bashkore me shko. Të bëjt reforma tani, Po mund të shko dhe bashkojë. shpensim me kodër, nuk. Ore, flas me... Të më dishti sa edhe unë ashtu i quj, po s'kemi qa bëjmë, kemi detyrim. Jo, kemi qa bëjmë. Detyrim i gjohë, si shkurtojnë do. Kemi qa Si, ta lëm pandim ekonomike. Jo, ore, ato tja Si. e tje, punojë di. Bashkimi se bëjt të tunë, ma që do reforma. Unë s'pëjtë bashkime se ka reforma. Ka shumë kohë.
Ose po i do bashkimet. E disa punojës të aktivë. Mirë, faleminderit, o Kozet. Këtu punë. Se po e bëjmë bashkëbisedim tani, bashkëbisedim. Jasht nuk punojë, që unë njoh. O, Kozet. Ja specialist mirë. Dhe kam shumë respekt, tjerë një kohë. Kozet, faleminderit, se po e bëjmë, o Kozet. Punojës aktiv që merre me problemet e bashkëbisedim. Lutem, ta dhash fjalën se po e bëjmë bashkëbisedim tani, lutem. Se mbarova dhe po bashkëbisedim po e bëjmë. Se mbarova dhe në rregull. Mirë, ka një tjetër që do fjalën, lutem. Kështu që unë më thirrje, ta shikojmë me një buxhetin. Ta di çojmë po kretar, po di çojmë. Do vazhdojmë, se nuk shkon kështu. Faleminderit. Po, vazhdo. Unë kam një shkurtimisht, një gjë për të thënë që mund të duket pak buxhet me një numër të vogël ose të ulët investimesh, por është realist. Sepse dita bëj dhe unë buxhetin siç mund ta bëj dhe shumë të tjerë, që kanë akoma bashki që s'kan paguar faturat e detyrimeve nga 19, 21, 22, 23 akoma, por unë jam i lumtur që Bashkia Gramsh nuk ka asnjë faturë prapambetur përveç se vitit korrent që jemi aktualisht 2025. Asnjë faturë prapambetur detyrim ndaj të tretëve, subjekteve. Asnjë. Ne kemi shlyer dhe kemi bërë punë konkrete dhe reale, se nuk di të bëj dhe unë punë 20% sot, 10 vitin tjetër dhe mbyll për 4 dhe për 5 vjet, siç bën edhe shumë bashki tjera. Maksimumi investimet tona është 2 vjeçare. Tani, mund ta kem gabim. Unë them që e kam mirë. Se edhe ato punët që mund nisin me 3 dhe me 4 vjet, mund të nisi një punë, por nuk bitis. Sepse si do ta përballoj? Pa para do ta përballoj apo? Dhe do të detyrohet do rëndojnë mbi cilësinë, mbi standardin e asaj pune. Bashkia Gramsh s'ka asnjë detyrim të prapambetur ndaj të tretëve përveç vitit korrent 2025. Asnjë. Dhe ato 2025-s janë kryesisht edhe për shkak të situacioneve, sepse s'ka mbaruar puna. S'ka mbaruar puna, ose mund të paguaj një njerëz që s'ka mbaruar puna. As unë, as bashkëfinancimet, pra parat që vinë nga Ministrit e Linjës apo Drejtorit Qendrore. Sepse e thash dhe një herë, ka dhe bashki dhe ka plot, edhe brenda qarkut ton, siç janë bashki dhe fshinje madje, që kanë faturat prapambetura të 2019 apo 21-shit, që se japin subjekteve. Se hap punë, nuk e kam në filozofinë time të punuarit këtë mënyrë pune. Kemi 10 gjëra, ama i bëjmë këto 10 gjëra. Sepse dia të hapja dhe unë dhe në këtë 10 orë, fund viti, punën dhe procedurën për qeretin dhe për trashomicën. Po si ta hapi, duke rënduar, duke mbajmë mbi shpatulla ngarkesa që nuk na takojnë si bashki, nuk i mbajmë dot. Po s'kemi para që t'i mbajmë. Si t'i mbajmë? Tani, s'është fare jonë që materialet e ndërtimit janë arritur 35-40%. Dhe normalisht do reflektohet edhe nuk mund kemi të njëjtin fond të materialeve e ndërtimit të para 3, 4 apo 5 vitave. Do jetë më i rritur, do jetë minimalisht 30-35% më i rritur. Pse? Sepse 30-35% është rritur çdo material. Hekur nga 600 tash me 1000. Ja ku është rritur 40%. E çdo produkt tjetër. Nafta s'është edhe para 5 vitave. E të gjitha ato që me të drejtë, qoftë Kodelit, qoftë edhe dikujt tjetër mund t'i duket e tepërt ose e fryrë. Po ne s'dalim dot në treg, s'kemi treg vendas të tonin të mbyllur. Ne dalim treg hapur, në treg ku del gjithë Shqipëria. Ka një grant që është bërë në aktin normativ të fundjetorit. Nuk e dim sa do të na vi, nuk na ka ardhur akoma erja. Mund të jetë shumë 15 apo 20 milionë lekë reja, dhe kjo është një frymarrje që na jepet. Vitet e tjera në kohën ku ministri ka qenë Mazliku ka qenë më i madh, ne kemi përfituar 38 dhe 42 milionë lekë, 2 vite rresht. Këtë vit është pak më i vogël, është afërsisht gjysma më vogël, me ulët. Megjithatë, është një shumë që na jep një frymarrje për 2 investime apo 3 investime nga ato të vogla që thotë dhe Godeli, por që gjithë ne kemi
merak, se patjetër që duam të investojmë gjitha, po nuk mund të investojmë dot brenda një viti të mbyllen gjitha problemet. Të bëjmë edhe rrugë, të bëjmë dhe lagje, të bëjmë dhe fshatra, të bëjmë dhe kanale vadice, të bëjmë dhe usjetësa, të bëjmë gjitha, nuk të bëjmë dhe gjitha. Ja pra bashkia ka hyrë në bashkëfinancime, 7 ambulanca bëri këtë vit. 4 ka përfunduar, 3 janë në proces e sipër. Po i duhet ambulanca në ato fshatra ku kishim infermier, nuk ishte ku të bëndin një gjithë bërë. Janë 7. Po për nisim tani procedurën prapë me bashkëfinancim me Fondin Islamik për ujësjelësin e Skënderbegasit. Kemi dhe bashkëfinancime. Këtu kemi pjesën e financimit drejt për drejt nga bashkia, por janë dhe të trashëguara, që nuk janë përfshirë. Janë rreth 20 sa milion lekë të reja që janë punë në qytet dhe në fshatra. Ato punë të vogla që Kodeli tha nuk i keni dëgjuar ju njerëzit apo. Këto janë ato punë të vogla që ne kemi shkruar për çdo njësi administrative. 2, 3, 4 vogla në çdo njësi administrative. Sepse realisht kanë qenë janë të domosdoshme, por kemi edhe në qytet. Kjo është ajo që unë doja të thoja për në lidhje me buxhetin. Pastaj jo shifrat, jo shumë grant të i pakurzuar, ka një rritje më shumë se tipu të 20 milion lekë të reja, që ka ardhur nga qeveria më shumë nga krahasuar nga viti kaluar. Janë rreth 20 milion lekë të reja. Tani, mbështetja vjen, nuk është ajo që do duam, nuk është ajo që do donim. Të gjithë ne si kryetar bashkimit, majtë e djathtë, dhe ata 5 që janë apo 6 sa janë nga krahu tjetër. Kur jemi takuar, kemi thënë për shembull, i kemi kërkuar qeverisë, ishte fondi 470 milion lekë. 470 milion euro, që ishte i pashpërndarë. Ne kërkuam ministrit të pushtetit vendor një shpërndarje të këtij fondi në një masë më të konsiderueshme se sa 10 milion euro. Por ashtu e kishte parashikuar qeveria në sektor të ndryshëm, te Ministria e Bujqësisë që e ka prioritet këtë vit deri në 2030, programoi shpërndarje te Ministria e Shëndetësisë, te Ministria e Mbrojtjes. Për bashkitu mendua më shumë. Për ata mund të jetë pak, por ne këto grantet e fund vitit na ndihmojnë shumë. Këtë herë ishte më i vogël se vitet e kaluara, por prapë është një frymëmarrje e lehtë që ne na jepet si mundësi. Doni ta rishikoni, po nuk jam kryetari i Lidhjes. As çoka partijes po bëjmë me buxhetin. Po bëjmë punë publike me qëllim përmirësimin edhe të jetesës dhe cilësisë, se nuk po i çojmë, nuk po fillemi, po rikonstruktojmë selinë e Partisë Socialiste. Unë nuk e kam futur bashkinë e qytetit, që është një institucion i degraduar në anën ndërtimore, që ka nevojë patjetër. Janë zyra dhe ambiente për turp në atë bashki. Tani, ne po bëjmë punë publike. Kemi parashikuar ca kanale vadice, ca lagje për ndërhyrje, ca rrugica të qytetit, ca shkolla për mirëmbajtur nëpër fshatra, shkollat e vogla. Kemi futur fshatrat e mëdhenj me urbanizim, me kanalizime, me ndriçime, me trotuare, janë fshatrat që janë buz rrugë dhe afër me qytetin, fshatrat të mëdhenj, relativisht të mëdhenj. Këto janë mundësitë. Tani është punuar më parë, patjetër, po të kishte pas mundësi edhe ata më parë, kishin më shumë mundësi, më shumë do kishin bërë. Aq janë qenë mundësitë. Plus edhe organizimi i ri, 10 vjet ka, në vitin e 11 jemi. S'kemi hyrë akoma në vitin e 11. Edhe organizimi i ri mbarti dhe trashëgoi problematika nga organizimi i vjetër, nga ish komuna. Tani është marrë një gjë e re që prej vitesh dhe dekadash ka qenë organizuar ndryshe. Tani mos arritjet e tua do dhe të ish kryetarëve të komunave nga PS-ja, çketi se s'kam, s'po themi ne, se kemi me politikë tona. Ja kanë sjellë, kanë ngarkuar bashkisë tonë qendër. E kishit bërë për një rrugë, ma bashkë. 20 vjetë kryetar komune me radhë, shokët e shoqet tona janë, s'ka problem. A kishit bërë një rrugë, se ju e kishit pas, ju e kishit.
Ani, ngarkohet e gjithë kjo ngarkesë, gomarit të radhës në bashkim. Se kështu i bie. Pra karit të radhës aty i ngarkohet ngarkesa e organizimit vjetër. Mbaj e ti thua. Po si ta mbaj, me çfarë ta mbaj, si ta mbaj? Problematika, po ne nuk kemi Lusha dhe Divjaka këto, që lartësinë më të madhe nga niveli i detit kanë 2 metra. E kemi problematika në infrastrukturë, kemi problematika në fshatra të thellë. Buxheti është i vogël. Të ardhurat që grumbullojnë janë të vogla. Po e dini ju sa familje përjashtojnë nga taksat e detyrimet lokale këtu? E qindra. Përjashtohen sepse ju vetë këshilli keni përjashtuar. Po është me ndim ekonomike përjashtohet, po është me aftësi të kufizuar përjashtohet, po është kurrë familjar përjashtohet, po ka të dytin me 50%, po përjashtohet nga kjo takse, nga gjelbrimi, nga ajo, nga ajo. Po mirë, po këto janë. Këto janë të ardhurat. Janë 1000 familje që përjashtohen nga taksat në Gramsh. Nga taksat familjare, nga detyrimet vendore, lokale. Ka për kaq më dhënë. Lokali më i mirë në Gramsh paguan 80.000-100.000 lekë në vit. Detyrime lokale. Pra, taksa vendore. A 80.000 lekë të vjetra, a 100.000 lekë të vjetra në vit. Nuk e di sakt. S'jam në gjendje ta them sakt fare. Po çfarë po i marrim ne bizneset? 100.000 lekë vjetra në vit. Po këto janë ata. Hajde një shikojmë. Që ju dini shumë mirë. Dhe ato të ardhur që janë. Ato janë jo nga hecet, jo nga marrëveshjet që kemi, kontratat, pyjet, etj. Gjithë llojet e të ardhurave grumullojnë 1.3-1.4 miliardë. Faleminderit. Ka ndonjë po mos ta bëjmë bashkë me se di. Jo, që kryetari kanë po kishit për ca gjëra. Do ishte më mirë sa. Ca gjëra më shumë. Tani Ca gjëra keni për. ju do ta dini, kur jeta e tillë kush ka qenë shkrimtar. Komuna ato kishin 50 milionë lekë vjetra buxhet në vit. Dhe me atë buxhet ne kemi bërë gjithë rrugët e fshatrave, dhe ato rrugët e fshatrave janë me ato që kemi bërë ne nato. Jo. Ne kemi bërë shumë. Mirë, faleminderit. Ka njëri tjetër problem. Po tani nuk ka bën, po të lash po një pyetje thu dhe vazhdon 10 minuta ose. Ka vetë të tjera më vetëm këtë moment. Që ne kemi bërë shumë, kemi bërë gjithë rrugët e fshatrave. Pra e ka bërë. Ndërsa se statë ka karti 200 milionësh. Tash ka grandet konkurruse këtu apo Jo, rishpërndarja që bën qeveria në çdo fund viti nga aparat që nuk shumë keq. Qeveria do të shikoj pikërisht këto zona siç është Gramshi me shumë probleme. ka një formulë, ka një formulë të shpërndarja. Pastaj te grandet konkuruse, shikon bashkia të marrë. Unë mendoj se te grandet konkuruse, qeveria do zona, të rrethë si Gramshi, nuk i kenë përparësi. Nuk e gjenë gjë qeverim se jetë 2 akse për të asfaltuar nga grandet konkuruse. Të mbaroj e Skënderbegasi, po të futët dhe një zonë tjetër. Nga grandet konkuruse unë them që ju du në boni forës për të cilë në grandet konkuruse. Grandet konkuruse në të përvej që shpëndaj qeveria se e balukës, balukëja të tjemi aktivë, të ne apin kajtë, të japi bulë E kemi të punë këtu tonë, të dvogët. Po kemi na grandet konkuruse, bashkia jonë të tjetë në përfituse se të tjetë bashkia. Për shkak të problematikave që ka. Për sa ka ndorë bashkia Gramsh, që është konkurimi me projekte, ne jemi shumë të kënaqur se i kemi të gjitha projektet gati në çdo sektor dhe fushë të ndryshme. Në infrastrukturë, në arsim, në shëndetësi, edhe në bujqësi dhe në kanale vadice, ne i kemi projektet gati. Të gjitha. Ka ndonjë që do fjalën tjetër? Po. Unë mendoj që materiali është i qartë, është drejtori i financës për sqarimet e kultura. Ajo që është e rëndësishme është që është një buxhet që natyrisht është i balancuar, të ardhurat me shpenzimet, buxhet që mbështetet në ato problematika që ka
qytetit, natyrisht nuk ka asë shtim fiktiv të ardhurave që mund të bëhet, mbushësh të ardhurave të shtohet dhe shkruash investime pa fund aty për t'i bërë qetin vendës. Ndaj thajmë që është një budget real dhe po qikosh të ardhurat dhe shpenzimet janë aty aty. Natyrisht janë pak të ardhurat, por këto janë kushtet dhe infrastruktura e Gramshit. Natyrisht do kryetar bashkie do kërkonte të bënte shumë më shumë, ashtu si që kam dashur të bëj edhe unë edhe kolegi kur ka qenë kohën e vet, por që mundësit janë ato që janë dhe ne do shtim kundërtaj sa kemi organi. Kështu që unë mendoj që këto investime, cilat janë parashikuar dhe ndryshimi totalisht i pastrim gjetëpurimit që do s'ket Gramshi ka vitet e ardhshme, pa ndryshuar tarifën e pastrimit dhe gjetëpurimit për qytetarët, do thotë që është një dhe do tjetë në funksion të përmirësisë së cilësisë së jetesës së komunitetit. Po kështu dhe fokusi në zonat rurale, natyrisht që është prioritet, në ato mundësi dhe në ato hapësira që të jep edhe buxheti që ke. Da unë mendoj që ta votojmë këtë buxhet, ta edhim në votim dhe ta votojmë dhe bashkia suksese për 2026. Po, monde. Atëherë, se lidhur me këtë, në do përmendit të zera, sepse ka pa investitor. Drejtori ekonomik përmendit mos realizim të ardha për një të arsye. Atëherë, në përmendit u sjellës, po flasim këtu për të ofruar shërbime qytetarëve. Dhe marrë shkas nga vlera që kalojnë, shqetësimet e kësa fshatarëve, ne do drejtë për mos përzim në utishtë. Atëherë, a kemi një mekanizëm dhe është momenti duhet që ato kompetenca që e kemi deleguar, kemi dhe arsye, sepse po shqetësim të ardhën dhe së pasoj që ata nuk janë në kanë individuar. Që a investim që kompetenca i marrin dhe i administrojnë të në bashkë, që shërbimi tjetë ma afër. Dhe shqipën mos kush është arsye që nuk kanë qëllu, që kanë marrë nga qytetarët, pëse mos të qëllohet bashkës, kalojnë budget bashkës, dhe do rritë investimis. Nuk do kështë ngellur X investim që ka bashkëpuar administrata, sekretarën bashkisë, pa parë. Tjetër. Përmendjet të kështu. Tu që zero thotë. Dhurata për fëmijët e tij. Shpenzime për transport për fëmijët e psikovizuar. Unë shikoj që mjeti bashkisë qërruan, i transporton, i ofrohet shërbim. Po këtu s'është parashikuar, shpenzim. Tjetër, uniformat e punonjësve, sidomos për policinë bashkiake. Nuk është që paktën është uniforma e policisë bashkiake do tjetë se përfaqëson. Çfarë më thon? Bëjt në mërë, bëjt. Pas të që pas të që për një rimpanja varëzë publike. Rimpanja varëzë republike të vjetra. Jo pas 3 vjetë bëjt. Po pra, i vetëm i Varreza, jo i qytetit. Po pra. Rimpanja varëzë republike të vjetra. Tani për të sa kohë. Ku është ajo, ne kemi në një, është në një. Gjithë është një shumë. Me numërën e dorë 57 dhe 58. Me tjetarë më të është në një, është në një. Shërbim që është me jetik është policionësi. Të mere, sëpse qytetarët Si ta majnë edhe njerë mund se s'pot kuptoj do. kemi mundësi
për shkak të mos limitimit të faturave që kanë diminuar në sjellësi brendare me kasap, e kemi drejtë të shkëpusim të tonë. Një marrë legën, sa e ke këtyrë. Ja ke vjetë qytetarëve. Shërbimi se ke. Legën s'ki jetë, për qatë të ka kujo dhe me? Edhe, që të legën, kemi drejtëri. Sa ka arti da i pas sjellës jetësi? 5 milion. Para këpimin e muajit dhjetor. Në dhjetor sa kaloj? 500 ca mijë lidhet në muaj. Jo, sa kaloj në muajin dhjetor? Ata 2 Ka milion? dhënë një pagesë 2 milion fillim i muajit. Prego. Po, Eri, se është këtë me të bëjë? Transportit të pjecuar, janë përshirë shkëtim të shkëtim shakarat. Paketën në konë të përmëgjët të përgjithashka të iniciatisëve, është në përshirur të borimi, është paru të kusi, është në shua dhe kontrata dhe punë vitës për këtë që të sjellë e malë. Ngëje pak zaj. Dalje të shkëtim të investimet të shkëtim të shkëtim. Në qëtë subjekti, nuk e realizojt të sjellë malë të këna vitit, për dy ditë, atëherë so një kanë të këmarë të trashëgurë, është projekti kanë të këmarë për 2025. është bërë procedura. Është shpallë të këtu, s'ka dhe praktojë në marë matat dhe komonëzve. Ka dorëzuar reformat e policisë bashkjake. I ka dorëzuar? Isha çupa tani po verën e zërtisë. Që është një përshkrim. Sa pjesën e një bajë se valezë, pasim të gjithë, janë dy kontratat të shkryshtë të 2026, një është në mbajtën dhe ruajtën e valezave publike, të treja valezave, treja të vjetave të dëshmorve. Në kontratat e pasimit të përim, të jetë të për pasimit të gjepërim, nuk të ketë më pjesë për valezave. Bashka të tre. Dhe shikoj një të përshkrimin, aty pasim të edhe një prashë në përshkrimin, që është dhe korrigjet. Qëse është, ashtu të korrigjojnë, se kur të firmasë. Ka ndonjëri tjetër që të fjallë? Po. Më ka shumë të kemi të programin të gjithë. Po, në desha pasha kërësisht për lagje sportne, se mësa lagje në rime, dhe nga ndjesat atë një është kritë si për me. është sot për shkëndxak, nga ekipet e katrore kanë një parë ulluar. Masa ju... Ku qa më Pra keni para atje, me do së këtër makina tjetra. Qa më ndodhë? Plus të është një... Dhe kjo më thajt ka më nëjë, se mos të thaj merë në thosin, apo s'kishta, dhe shumë problema të është. Për të rika, gjithë është lagë. Kemi të punët që tash me trashëgura. E kemi të Dhe kam parë, Po, e kemi të punët që të të bëjmë me të trashëguarat. Që thash, kemi disa punë me qytete në fshatë. Jo, më jo, janë tek punët që do të bëjmë me fondet e trashëguara. Kjo më të dhe vjetë se problem, nuk të besëm që ata, nuk të nga e qytete, po të dërën të transport të bërë, nuk të bërë, si vjetë shumë. Kjo të është, po nuk është për një punë. Kjo të pasëm një dhe kjo. Në të tosë që e atë është, vetëm makinat vjetra, kur bje shi, aty rëzitët më dojë fëmijë, se kërë me jetë në fshësë. Asë më tash me fondë dhe bashkisë, nuk ka probleme. Se në planifikit pas e nga kramë. Me që se që e gradi, me ndojë. Prandaj do të presim edhe se do kemi dhe rishpërndarje, se janë dhe fondet të trashëguara, janë dhe grand dhe akti normativ. Do të bëjmë një rishpërndarje. Do bëjtë në lishtë shumë e mira. Është sajtë rrugë turistike, së mos rrugë e sotirës. Nuk thashtë për astar, po pra sotirë dhe në ujvarë. Masë të lidjuar, ka shumë probleme, makinët nuk shkojnë dhe rati, shkojnë dhe rati dhe në kërë. Shikohet, planifikohet, se shkohet në odër bashkisë. Ose ka pjesa tjetër që shkojnë në kanoni një orës. Që të stile janë në në dojë ka përë pjesën e ekranë në bashkisë. Mirë, povës. O Ramazan, o Dana, të lutat. O Dana, e se pa mërë fjallën tjetër. Po. Vedam grijë që këzare.
Do kemi shpërndarje, do ta shikoj. Po s'do na investime më për atë, kështu që do të bëjmë shpenzimet e praktikave. Po, Minimalisht do 20 milion lekë, që kështu. nesër nuk kam. Po, Një shqetësim kisha për sa e platformë banjave publike. Po. Aty vjen periudha e verës, vjen herë që nuk kalon lot as ka rruga, as ke pjesa tjetër. Po kështu edhe gjithë pjesa e rrugës kisha për vani që është rihapur, është hapur, është bërë dhe aty është bërë si rrugë fshati. Nuk e di a kemi kaluar, midis është hapur çan tubacione, njerë, çan dyerë, çan tubacione të urave të zeza, ajo do sistemuar, sepse është komplet pjesë që është lidhur direkt ke rruga kryesore. Por sa hyn ke Shabania dhe gjithë pjesat tek, duke vazhduar është komplet e shkatruar, sepse është hapur nga interneti, nga uji i pishur, nga ujërat e zeza, punimet nuk bën cilësore dhe shpesh herë aty plasin bomba. Dhe banjot publike që janë gjatë periudhës verës është. Tani shiko, të them drejtën, ne kemi kaluam edhe në mbledhje që bëm me drejtoritë në bashki për punën e tualeteve publike. Ato janë tualete që nuk përdoren. E kemi gabim për ta. Po, Unë dëgjoj kaloj, pak. jo, por nuk të gjoj sepse e shoh vetë. Jam afër. Ja, tani që jemi këtu ne ti nuk e shef. Nuk e shoh se duhet të bëriroj aty. Po jo, s'ka pas, se ti the e shoh vetë. Po i filmoj, sa në dalin e Ti the e shoh vetë. Tani, nuk një përdorim nuk është 50 anë. Jo s'është një përdorim, që do pikë mëngjesit që dalun në orën 7:30 futen bukrat që pi. Që 7:30, po ja fotografojnë dhe po ja usin. Dakor. Që t'piteni. Të besoj se e ke shpinë mos sipër aty dhe. Jo vetëm se ka që po jam jashtë në atë orar. Të besoj pa. Nuk i shoh nga balkoni. Të besoj, dakor. Tani, shiko. E mirë, kur marroni më thoni. Kur marroni më thoni që të them unë një mendim tim. Marroni. Për numrin e konsumatorëve që e konsumojnë atë si shërbim publik, po them nuk isha më gati për ta mbyllur si gjatë. Por një qytet duhet ta ketë një shërbim të tillë. Dhe çfarë na ngjelet? Na ngjelet që ta investojmë. Tani nuk e parashikonim dot te këto sepse nuk bëhet sa për të kaluar radhën ajo, hajtë se po e fusim një të lyrë, po shtrojmë dhe 2 paka dhe themi rrugulluar. Ajo do parë tamam që të bëhet edhe funksionale tamam, po edhe të jetë e pastër. Do një investim të mirë menduar. Nuk mund bëjt do tani t'i them dikujt, shko një ndërmarrjes time të shërbimeve, t'i them lyeni, vini një 5 paka dhe u rregullua. Jo, ajo duhet, që në koncept duhet të ndryshojë. Pse jo, të vihet dhe një 200 apo 300 lekë për ta konsumuar atë, për ta marrë atë shërbim. Dakor? Tani, edhe njerë, ne kemi punë që i kemi parashikuar, patjetër kemi të ardhurat që nuk i kemi shpërndar për muajin e fundit, kemi grantin që na vjen me aktin normativ, kemi të trashëguarat që nuk janë parashikuar të gjitha në shpërndarje. Pra kemi pak hapësira në këto 3 zëra për ta gjetur dhe atë fond minimalist për ta bërë. E kam realisht me shumë merak atë, sepse është në qendër qyteti, nuk është në nivelin e dur, madje është Po ta kishit në jashtë në proponi që s'përdor. është tjetër gjë e përdorura, është tjetër gjë si shërbim dhe si vepër. Më kupton, janë gjëra të ndryshme. Se e deshët më të madhe ju të këshillit dhe mirë e bët, edhe në problematikat, s'ka gramshi parkim, s'ka parkim, e po parkimi e rrit bosh parkimi. Dakor? Që kështu, i mshoni ca gjërave, pastaj që dalin zero. Po nesër. Unë e në mendime që ka grek.
personale në tualetet lokale. Kështu që nëse bëhet me pagesë, nuk do ketë që... Nuk do ta shikojmë ata, mos mirë fundit. Do ta shikojmë, mund të ta lëmë të papagesë. Dhe nuk kemi pse mbyllim. Po ta mbyllim se ma ne shpëndarën e epidemia. Kur i bëre 400, shtohet dhe 1401, të rejtë jetë maj pasrë do t'i kanë. Pa e kompliket juën. Ai gioca 400. Më mirë, po është tjetër gjë ajo, ajo duhet parë që në duhet do të jetë toka e gjëra. Do të investuar nga para. Do tualete, do dyre, do gjitha, do shërbime. Nuk është aq kollaj. Ka mendim pas e bilene private, mund ta bëjmë më mirë lartë dhe poshtë rrotuar. Partner privat shtet, mendoj që është më e mirë, ai e ka. Ide fantastike. Edhe kjo do të para. Para qitë një projekt i besi. Mirë, faleminderit gjithëve. Edhe në votim. Mirë, edhe në votim. Kush është pro kundër abstenim? Mirë to. 3. Vazhdojmë pikën tjetër për miratimin e paketës fiskale për vitin 2026. Paketa fiskale nuk ka ndryshime të taksave të tarifave për vitin 2026. Me përjashtim të ndryshimit e mërtimit të taksës së përkohshme në bazë të ligjit 96/82 për sistemin e taksave vendore, e cila ka një afat për 3 vjetësh. Afati i vitit fushit është shkëmbit për taksën ndikimit në mjedis dhe ne propozojmë që ta emërtojmë taksa e përkohshme për infrastrukturën rrugore. Ndryshimet në tarifa nuk ka, janë të miratuara. Për bizneset nga 0 deri në 10 milion është 10 milion 2.000 lekë, edhe për çdo hidrocentral 50.000 lekë për megawatt. Të ardhur që pritet të grumbullohen janë 1.950.250 lekë, pa llogaritur subjektin Devon Hydropower, të cilin jemi në proces gjyqësor për 6 vjetësh. Po, ka ndonjë pyetje? Po. 50.000 lekë për megawatt. Fuqia mbulluese. Ne kemi marrë fuqinë në maksimum. Në maksimum. Siç e kanë ne, siç e ka të leja. Po është gravova 2, po 10.ca megawatt. Kurse Devon Hydropower është 197 megawatt. Në 1.550.000 euro. Po. Që si ka paguar? Ka që se paguar. Sa e realizuar ka në taksë? Vitin e kaluar. Për 2025 Po, për 25 të 85%. Ku është e ka me... Ka disa subjekte debitore, ka toleje të ndërtimit, që në kanë në Goxhaz, është 20 milion lekë që su realizuar, dhe disa subjekte. Kjo është pjesa e familjeve që janë larguar shumë, edhe kjo kalimi militar ka në nëmësjelësi. Kërë e nërështë. Mirë. Kush do fjalën ti? Mondi kërkoi fjalën. Po, sa i përket taksa përkohshme, kompani ose biznese, nuk është si shprehje, dhe përkohshme është për një fat shkurtër, po 3 vjeçar. Okej. 3 vjeçar, po ecët janë apatish biznesi. Jetë, e tam tek Hydropower, për respekt taksën, mundësisht janë kolosale, jetë shumë më madhe, propozojnë. Plus pastaj që edhe mbetje në rrugën nacionale nuk kalgohet nga veturina që
shkresë edhe të marrë, se pasenin e kanë ata. Që një shkresë? Që koshjem si kënë përre. Smudët. Të presin që sa i qytet për turizm, për pushimonet të nasin rukor nacional. Që i të kënë shkesë dhe të kërë person të kimike. Edhe shumë aktu me dojtë në hecët jetë mësimëtarë, sidomos i do parë. Për atërë si e një në proces njësor, sepse ata Ne kemi fituar të dy procesi njësor, kemi fituar shkallë parë që kështu presin shkallë dytë. Fitësore 20 vjetë, mas 20 vjetësh. Qatë bëjmë mëllë të të ardhur ato s'po marrin këtë. Qatë bëjmë për të? Ata kanë dikur të 53 milion lek për të paguar. 503 milion vjetë. Po mund bëjmë përjashtime tarifojmë shumë për shembull nga këto përjashtime që ne kemi bërë nga biznesit 08 dhe 10 miliona e gjënë diskriminim, se kemi bërë të njëtë njësi matëse, edhe me në gjiro. Po ne menduam që njësi matëse për rritë se të dalin është me kapat. Ka në një tjetër që të fjera. Edhe në votim kur është pro kundër abstenim. Mi ato, faleminderit. Vazhdojmë pikën tjetër, përmiratimin e raportit Komisionit të Emergjentave Civile dhe Sigurisë Publike. Mondi e ke raportin. Sekretarja e Këshillit, Giulia. Nuk mund të lexoj të shkruar dhe atë me fjalë që raporti atë me një kërkesë të qytetarit për shkak të një shkelje që nuk mund bëjë. Atë është e kujtim nga Këshilli dhe ka shikon dhe parandalojë diferencën e shtëpisë së familjes. Nuk bëjmë të me të qytetarë për të nga familje. Prezent në komision ka qenë dhe drejtori ekonomikës. A thënë komision dhe Gjoresha e Lona do kërkesë kanë dhe vërës brojnës civile. Raporti është bazuar në ligj dhe konkludon dhe vërtet që bashkia për parazdruar i dëmë më të madh. Pro në kujt është? Qytetarit. Apo qytetari si investon do të bashkëtet me qytetarin? Qytetarit si investon do të qytetarin. Tani Mundi nuk investojnë tonë, mundi, do t'ja bëjmë, hajde ja bëjmë, po si investojnë do, se do në ngrejnë gjithë qytetarët, pastaj do thotë ma bëjnë qikë të shpjejime të murin, ma bëjnë të gardin, ma bëjnë qikë këtë, ma bëjnë qikë atë. Me liqë të mund, tani, se do t'i ta bëni, bëni. që përshëndërshë për të të investimi tjetë nga fyra përkace në inventinere të brenda dhe të bëjnë në ndërhyre për të paradaluar që shenja mos jetë masive. Dakor, po ka... Dali komshia ti do thotë po përshket dhe mua, ma bede mua. Kuptonë se atë janë prona private. Po, pronë publike po, unë veproj, pronë private nuk, si të financojnë pronë private unë? A i nuk rrethu se shë pronë publike apo private? Private. Po.
shohë ti. Po se doni, po me letra e të publike jeti, se ka me letra jeti. Se të rejtë. Kurse familja... Ai se ka me... Kurse ajo familje ti është specifike, sepse janë tre, ja kanë bërë mundeshat shpinë, dhe e të zilë. Tani, po çështja e shtëpia është për shemë, nuk është e murje. Atëherë, kjo... edhe një. Po, duhet të qartësuar se Mondi, kryetari i komisionit, thotë ne dolëm në këtë përfundim. Tani përfundimi është. Ne konstatum. Pra dolëm në përfundim, pra. Përfundimi është tre familje që kapë. Të nxjerr volumin e punës që është atje. Gjendet zilë. Shyrtoj kërkesën. Po. Si komision të propozojmë që të bëhet një gjyqje. Po jo të investoj, sepse investimi mund të kërkojnë 100 milion net. Do që të kërkojnë. Zgjidhja, pa bashkia. Të gjendin të si pandaruar që mos qenë shtëpiat e tjera. Sepse po rezervon shtëpia, kjo është ide. Gjendet zgjidhja në bashkia. Sa ty do të familjarët janë të trajtojnë me kërkesë. Është problemi që tani një familje invalid familjarët janë që të dy invalid e trajtojnë me kërkesë. Gjeni zgjidhje me ligje dhe masinë, s'ka ne gjë. Unë po them bazoni ligj, se po se bazon ligj do vjen të tjerë, të bëju them. Si ata ka dhe tjerë. Marrim shemë. Në qoftë se të mos rastin që u kanë zgjatur një shtëpi panimi. A kemi? Po e kemi. Është fondi caktuar. Po është fondi dedikuar. Po dakord, po vëre. Forca madhore, domethënë për shkak të rishit të dënda të shiut. Mund shemë të për shkak të metave. A bëri të gjë ja? Për shite për rrezikon shtëpi. Domethënë nuk ka se ai bëri kryqë vet. Por të rritur vlerën e objektit apo ka vëndës. Ajo për shkak të rishit, shkak. Ore, ne këtu... Sepse me gjenesim të 4 muaj më parë, e si dhe mirë, por si pasojnë e shumë dendro, kjo nuk ka ndonë vetëm ku, kjo ka ndonë për masë të muaj, shpëtim mjetës. Pastaj nuk mendoj që... Po mirë, Moni hapë baro dhe shpëtojnë. Që s'kene të të vetojnë, po... Janë dini. Janë familje në nevoj, sepse trajtojnë me kemë. Po në ndajtojnë që nesër, ajo lajtë, që kjo mos në kërkoj, Kryetari i bashkisë thotë se ka quar grupin e bashkisë aty, kanë vajtur, si, qa kanë konstatuar? Tani, se di që kanë konstatuar, po kanë konstatuar këtë, që ka një rëshkidje të lëvizje të murit, është në pronë brenda vetimit të shtëpisë personit, brenda vetimit ati. Tani, ideja është që ka qënë 2 ditë mas i përën bashkë të Tani, s'ka përqytë inspektimi është jetë gjë, unë po thim që ishi. Se po mos ishi qënë po, do të njera, që toja ishi dhe s'kan qënë. Ishi, panë gjitha në radhë, po inxinjerët nuk vendosin të bëhet apo nuk bëhet në analigjore dhe procedurale. Se vendos, ka këshilli një fond, do ta mështesin, të mështesin. Po se ka inxinjeri të ndorë. Inxinjeri do të gjore qa pune ka aty nevoj për ndërlirë, po. Nga në inxinjeri, ata e bërë. Doni ta kalojnë, kalojnë. Është ideja, kalojnë dhe zgjidhet problemin dhe bashkia gjen mënyrat dhe e ka zgjidhur drejtën e fondës dhe ligjore që të ndihmojnë këto familje se janë cop-cop. Kjo është ideja, se do shemet atje do i zënë brenda. Dakor, apo jo thash këtë punë. S'ka kohë. 280 familje. Po jo si ky është rast specifike, nuk është si tani mos e di. Mos u thuaj jo si ky, se nuk e nuk e si ky. Dakor. Çështja është, do të kalojmë ai ta kalojmë. Por mos harroni, janë më shumë se 1200 ca familje në nevojë. Hajde tani shohim gjithë. Me fondet e juaja, që bëni këto shtetësia, nuk ka mos ambyne të raport që mund t'ja bëni ju vetë. Po pra ka mund si pra. Se do ta diskutojmë ne këtu, po ku ti unë ka diskutojmë. Ju s'po diskutojmë.
E mbyllim, do ta bëjmë. Do ta bëjmë. Mirë, do ta lëmë detyrim bashkia. Po, do ta bëjmë bashkia. Ta bëjmë bashkia me... Do ta bëjmë bashkia me drejtorinë e shërbimit. Mirë, në rregull. Po I votoj po, do të Mirë, edhe votim, kush është pro kundër abstenim? Pra. Raport. Jemi ato. Mirë, vazhdojmë me pikën tjetër. Projekt vendim për dhënien e dakordësisë për vijimin e procedurave të heqjes nga fondi plujor kullosor publik më ndërtimin e operim të HET Gabova 1 nga shoqëria Gabova Hidropower Shqipëria. Po. Bashkangitur në redakcionin e datës 18/12 ka qenë në raportin teknik po në datën 18/12 I paraqitur në protokoll. Atëherë sekretari e Këshillit apo kush ka qenë duhet që bashkë me relacionin duhet të kishte bashkangitur edhe raportin teknik. Shoqëria si përmendur ka paraqitur një kërkesë për ndryshim të ngastrave të përfshira në kontratën e qerastit midis Bashkisë Granç dhe Dragov Hidropower Shqipëria. Pra, Këshilli I Bashkisë në mbledhjet të mëparshme e ka miratuar dhënien me qiratë ndryshimin e këtyre sipërfaqeve heqje nga fondi kullosor dhe plujor për ndryshimin e vetës. Dhe për shkak të ndryshimeve që janë paraqitur në projekt I kanë miratuar gjitha instancat qendrore, ai paraqit edhe kërkesën për të ndryshuar me fjalë to sipërfaqe kullosore dhe plujore. E gjithë kërkesa bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 0,2621 hektar, pra asnjë hektar jo, dhe bëhet fjalë kryesisht për veprat për dekantuesin, bëhet fjalë për veprën e magës, për godinën e hecit dhe basenin e presionit. Ndryshimi në projekt dhe vijimi nga ajo çfarë kemi miratuar më përpara në Këshill, ka të bëjë edhe me një këmbguljen tonë që dekantuesi të shërbejë me fjalë edhe për mbushjen me ujë të rezervuarit të Bratinës, që ka sot 30 vjet që është parë. Pra, njëkohësisht edhe për të ndërtuar segmentin rrugor për vendosjen e shtyllave të transmetimit të energjisë. Pra, sipërfaqja e tokës, ku do të ndërtohet shtylla, por edhe rruga për të lidhur nga një shtyllë tjetër. Por ne kemi pra Këshilli ka miratuar këtë, për shkak të ndryshimit kërkon një miratim tjetër. Po pra, po kjo është, ne kemi miratuar kjo është dhënie dakordësie. Miratimi dhe dhënia dakordësie janë dy gjëra Po, dakordësie, për dakordësie. Po ja, pra, dakordësia nuk e lejon tjetrin që ndërtohet. Dakordësia është vërtet procedurë. Dhe kalon me shumicë thjesht në Këshill. Miratimi kalon me shumicë cilësuar. Është janë dy gjëra ndryshme po. Atëherë shiko, edhe kjo kërkon dhënien dakordësisë dhe njëkohësisht. Bashkia Granç nga kjo sipërfaqe përfiton në vitin e parë përfiton 1.295.000 lekë të reja, për vitin e dytë përfiton 1.351.000 lekë dhe për vitin e tretë dhe gjithë vitet në vazhdim përfiton 1.200.000, pasi ato lidhen me benzinë shpërblehen vetëm një herë. Kështu që logjika, me thënë, për një objekt të cilët ka marrë të gjitha lejat përkatëse, ka marrë edhe dakordësinë me fjalë për dhënien me qira të zonave, me fjalë të parcelave plujore apo kullosore. Nuk besoj se ka
ka ndonjë arsye, sepse edhe kundërshtimi duhet të jetë logjikshëm. Ka ndonjë arsye për ta penguar këtë gjë. E para punës, ai është në proces për vazhdimin e punimeve, që shtërihet edhe në njësinë administrative lënije me pjesën e grabovës poshtë, por edhe në njësinë administrative Kodovjat që shtërihet në pjesën e Bratikës. Dhe përderisa ka marrë tër lejet, ka afatet, ka kreditimin e tjerë, nuk bëhen pengesë, por ne kemi vetëm dakordsi. Thjesht, ai do të marrë atë ku do vendosi shtyllën, do ta marrë me qiratë i paguaj lek bashkisë për gjithë kohën. Ati ku do kaloj me ku do ndërtoj hecin e tij, do ta bëj hecin e tij dhe do i paguaj qiranë bashkisë. Kështu që të kundërshtojsh një gjë, do të kesh një arsyetim logjik me fjalë pse duhet të kundërshtuar. Dhe ky nuk bëhet fjalë për marrje me hektar të tërë, po thash 0.2 hektar tokë për veprën e marrjes, për dekantusin, për objektin ku do ndërtoj. Dhe njëkohësisht është rreth një 900 kilometër rrugë ku do të ndërtoj rrugë për lidhjen e shtyllave, se do të qenë krah shtyllat, e shtylla kam pesh me tonë të tërë. Kështu që ai për atë që dëmton do shpërblet bashkimin me qiratë do paguaj pas vitit që shkon rreth diku me 4 milion lek të reja në vit në kjo pagesë. Korea, unë që ditën tani, ta që sta që kundërshtojnë. Ta i dha lujnë, i përë lujnë të që i qoptojnë, do tjetër e i. Jo më jatë, do ishtë të tjetër. Jo, qajna shpërgoj e këtë që nuk është... Jo, prasë është... Nuk është tjetër. Nuk është tjetër, është ajo që tha dhe kryetari. Tani, atë Këshilli e ka dhënë njërë mirasimin. Tani qa është? Ndryshon shiko, ja ka dhënë po them të parcelën këtu, po them. Po? Tani me që ju ka ndryshuar projektin. E pa, e lë atë. E lë atë. O projektar, se nuk në shvete e inxinjeri firmës, po në detajare. Ja, një sekundë, të ju më. Një sekundë, Tajari, O Tajar, 2 sekonda, o visi një prit. O Dana, të lutëm, o Dana. O Tajar. Kam vendosur në të dhe jetën dhe kam vendit lekët të marit mali, do të flasin për shumë. Po dhe të japit i zonëve, kështu gjithë, që ka vlida, të japit. Jo i të marë, ja dha mujë, nuk ja dha mujë, të të ejtë sepse e dha qeverie, po unë dhe që ka mund, në nuk të ndishtë just të jarin, në shak takti vjenë të shi, vjenë si në përkërë bashkia, vjenë si përmejsus i firmës, interesin e mund provë. Atëherë. Unë tu, se këtu të... Ja një sekundë. Visi, jo, A bërë pyetje. O, Visi, Visi, e bërë pyetjen? O, Visi, e bërë pyetjen, Visi? Po. Po, pa i thaj, gjë, Tajar. Po, a shashë me metrë, patrore. Ore, a i të marri të shikat nga kurisemi, të në pratik të bëj qirë vepër. është të zëtërit ty, të po në paroj, të shi, shumë bile t'i marri. Ajo që ka konë është që të ngisim punën për ato që ka përdam për komunitetin. Sepse komunitetin i ka shqetësinë, të thotë, që ata po mbyllu dhe këtë dhe po ikin, dhe s'po në bëjnë asë i gjenë. Kjo është se në rësot. Mirë, okej. Ja të t'japë. T'japë dhe fshatë. Tani ti e di që Tajani është në kërtari bashkisë apo nuk e di? Jo, i sekundë Tajani, i sekundë të lutem. I sekundë tani këtu, jo, i sekundë, lutem. S'po mbron kë po mbron ai? Po mbron relacionin e shërbimit pyjor. Jo, po mbron relacioni i shërbimit pyjor që është Bashkia Gramsh. Tani këtu insinuata kështu që kë po vjen ti si po vjen, lutem, vis nuk është për të paktën për këtë këshill nuk është. Dakor? Nëse do të bësh muhabete kafeneje bëj, po këtu jo. Jo këtu jo. Nuk mund t'i thosh në kryetarin tim ti me si vjen ti me tagën e kujt vjen. Tagën në kryetarit vjen. Jam në atë tagën. Të në kryetarit. Atëherë. Unë këtu shko tani. Po me profesor si firmës kryetarit bashkisë unë mbuloj këtë territori. Të lutem, mbuloj këtë territori. Dhe jam i detyruar që materialet që paraqiten nga kjo drejtori unë t'i mbroj. Dhe unë nuk jam përfaqësues as firmës, as kujt jam përfaqësues i Bashkisë Gramsh. Sa për t'jeni. E dyta, në lidhje me problematikat që juve ngrini,
me shumë të drejtë, me fjalë, ju shprehni problemet dhe interesat e atij komuniteti. Si asnjëherë tjetër, po jo them, nuk ka ndodhur që kompanitë që vinë ndërtojnë hidrocentrale të nënshkruajnë akt marrëveshje bashkëpunimi me Bashkimin Gramsh. Kanë nënshkruar një akt marrëveshje për Grabovën sipër. Dhe po them në masën 60% punimet janë bërë dhe do të vazhdojnë. Por tani është dimër dhe nuk mund të hidhen betone. Ju po doni shkoni dhe verifikojeni që janë bërë punimet në Grabovën sipër apo jo. Ka një akt marrëveshje me përfshatin Lenie. Dhe përfshati Lenie janë këto gjëra. Rruga në lagjen Xhamia, që mbi 70% punimeve janë kryer, është hapur traseja, është bërë me mure mbajtëse, apo s'është bërë? Është bërë me mure mbajtëse, kërkon tani pjesën e zhavorimit me çapun të imët me fjalë që vetë e ka dushme, dhe në disa vende që në avalore kërkon beton me plekma. Edhe kjo do të realizohet. Tjetër, rruga nga ura, që ka bërë urë dhe ura, vërtet ata e ndërtuan se kanë interes të tyre, po i shërben në komunitetet dhe është një investim prej 700.000 euro ai urë. Ndërkohë, ka bërë kanalit Osmane dhe do të bëjnë dhe rrugën nga ura deri në qendër dhe urbanizimin e qendrës me ndriçim dhe me rrugë të asfaltuar. Atëherë, të lutem, një sekondë se kam kohë. Ajo atë marrëveshje është në nënshkruar dhe ajo është ka penalitete nëse nuk realizohet. Dhe e fundit fare, ka dhe një atë marrëveshje për Grabovën poshtë, e cila do të përfitojë ujësjellësin e Grabovës poshtë, rrugët në përlagje të shtruar me çapu dhe sigurimin e ujit vadikës. Ne kemi shku për shumë, ne kemi taku për shumë ne servisi, që po të përjetojnë unë atje. Për ta ditur këshilltar. Po prit. Edhe rrugët ka dëmtuan ata që ndërtuan vetë. Ata që ndërtuan vetë. Në takimin para 2 javë që ka qenë këtu, përfaqësuesit e kompanisë dhe përfaqësuesit e komunitetit, së bashku me administratorin, kërkuan me emergjencë vendosjen e tumbinave të mëdha në kanal në lumin që lidh lagjen Stenaj, që lidh lagjen Xhangole, njëkohësisht dhe do të ndërhyjet edhe në segmentin rrugor me fjalë buçar për ta përmirësuar atë segment rrugor. Por këto nuk janë kështu me vrap. Dhe fundit fare do të them kemi edhe një akt marrëveshje për fshatin Bratin, meqense vepra ndërtohet në Bratin, ku do jetë? Furnizimi me ujë i rezervuarit, ndërtimi i segmente rrugor në rrugën asfaltuar me beton sepse është në PRC. I do bëhet me beton për të futur në lagjen transfondale poshtë. Ndërtimi një ujësjellësi për të siguruar ujë tek ne ndërtuam me një fondacion ambulancën e fshatit që kishte tërjetën që s'kishte, ata do të sigurojnë ujë dhe sigurim i ndërtimi ose riparimi i segmentet rrugore që vjen lagjen poshtë Bratit me Bratin e sipër. Unë besoj që këto gjëra janë tepër të mjaftueshme dhe po ta llogaritësim tërë investimet. Po do të vijmë jashtë proces më Po të ja, që duhet, ose për që tani kur do të vjen jetë si e në Mirë, ka në jetë. Unë po ju them që ato do të vijnë dhe nëse do ta sqaroj një gjë, nëse ne, një minutë ose nëse ne kemi qenë partizan, po e them unë, për të bërë kemi qenë partizan në radhë parë që për të bërë ato punë komunitetit. Se kanë ndërtuar hidrocentrale këtu, kush e di sa tjetër, dhe s'kam bërë një grajë. Jo, s'kam bërë. Jo, 20 megawatt. Atëherë jo është 20 megawatt. Po jo ma do të jam tani. Vetëm të punë një mirë. Hidrocentrali në Tërvol është 12 megawatt dhe s'ka bërë 1 lekë. O ta ja, me rregull, o visa rregull. O çdo, mondi po. Se kush e çoi hidrocentrali? Hidrocentrali çoi asfalt. Po po. Ai raport që nuk është vënë në dispozicion, është me ekspertizën e caktuar? Atëherë, raporti teknik është bërë nga drejtoria e përkatëse, byrës me inxhinierë, me fjalë komisioni i përbërë. Po s'ka bëjë. Kishte një pyetje teknike, por me ditën që komisioni jo. Po. Nuk e jo, që nuk bëj pyetje. Mund ta bësh se është inxhinieri aty brapa. Po. Marcela.
është konfirmuar që është shtet. Po jam parë mundi. Prandaj ka një raport dhe një relacion. Se nuk prek asnjë tokë private, është në tokë shtetit. Dhe këtë tagër e ka Këshilli për ta dhënë fondin pyjor dhe kullosor. Kaq. Dhe nuk e kuptoj, bondi të lutem, se ka me as me ty as me njeri. Nuk e kuptoj gjithë kjo të lodhitje për një dhënie dakordësie jo miratin, ndërkohë që ju, të lutem, po ju e keni dhënë me një të klasit. Jo këtë, po 30 tjera. Edhe kjo është e treta herë fare kjo. Mirë, ka në herë në këtë tjetër. O, Tajar, vetëm një merakam, ju thot 0.206... Jo, jam rregull, thjesht me procedurën pasaj. Ne të parën, i bje të parën që kemi miratuar nuk e mere, nuk e do. Pjesën të parën. Shiko, ka të ndryshuar, shiko, zhvendosja e projektit. E pra, pjesën e parë nuk e mere, nuk e do. Si? E dorëzon. Po e se mere, se s'ka bërë kontraqëra. Po mirë rregull ta themi pra. Dhe e dyta, me dhënie dakordësisë që ta dini, nuk ka drejt fillojnë punimet. Bëhet miratimi këtu. Dhënia dakordësisë është thjesht ti thua e ka marrë gjitha licencat, gjitha rregullat, dhënia dakordësisë. Ju duhet të shëmuam për shfarën e procedurave për marrjen e licencave. Po ti thua e ka marrë pra, dhënia dakordësisë nuk i hap rrugën ndërtimi. Nuk ka filluar punë kjo. Thjesht ta dish. Nuk ka filluar punë. Ai mbasi ka marrë dakordësinë këtu. Ai nuk e fillon ka shkuar me institucionet qendrore dhe ka marrë gjitha lejat, ka miratuar projekte. Tek pjesa e parë që ka marrë. Po nuk e pjesa e parë. Në rregull. Qoftë në ashtu. Edhe votim. Është provat punë. Mirë ato. Mirë, kemi edhe pikën tjetër, kërkesat qytetare nuk kemi kësaj radhe. Duke qenë se kam menduar, e kemi diskutuar më saktë. E kemi diskutuar pjesën e komisioneve disa herë. Me qenë se është mbledhje fund vitit, unë them të rishikojmë edhe njërë komisionet bashkë, qa mund të rregullojmë dhe i gjë që t'i dhëmë në punë tamam. Edhe në trajnime që kemi bërë poshtë me bashkitë e forta e të tjerë, komisionet janë shumë të rëndësishme sot dhe nuk mund të bëjmë do të mbledhje pa mbledhje komisionesh. Edhe kontrolli i lartë shtetit që ka ardhur herët e fundit e ka dhënë si pikë kryesore pjesën e komisioneve të Këshillit Bashkiak. Pa filluar dhe komisioni, duke qenë se është dhe shenjë drejtori financës këtu, tek shpenzimet operative, ju lutem shtoni edhe pjesën e një kondicioneri këtu në sallën e Këshillit Bashkiak. Qose është bërë, e kemi bërë dhe do t'jenë 2 kondicionerë që do ta në kollon që do ta mbushin. Po pra, e kemi planifikuar për ta bërë. Tani, vetëm një kështu pa e mbyllur, do doja vetëm 1 minutë vëmendjen që është pak herët, por kam menduar që ta konsumojmë në Këshillin jo nëpërmjet një letre që do t'ju nis apo një propozimi, por edhe ta diskutojmë në mbledhje. Ne jemi në një proces të rikonstruksioni total të shkollës 35 vjeçore Çlirimit. Ajo mban një emri saj është në kohën që ka qenë 35 vjeçor Çlirimit, i ka kaluar koha, nuk është një emër i përveçëm aty, nuk është një datë apo ngjarje historike për qytetin ton, apo edhe për Shqipërinë. Unë kam menduar që t'i propozoj Këshillit dhe pastaj mandej të ndjeki rrugën procedurale ligjore që duhet të ndjeki për t'i vendosur emrin e të ndjerit profesorit Xhevitit. Ky është propozimi im. Ne do ta bëjmë dhe zyrtarisht, unë do ta bëj zyrtarisht propozimin, por thash e mendoj të udhës që ta diskutonim ose t'ja u thoja një herë në mbledhje Këshillit pastaj të ndishte procedurën që duhet ndjekim. Është normale, nuk është se po hiqim emrin e një dëshmori dhe po votojmë një tjetër. Jo, atë nuk do ta bëjmë dot asnjëherë të paktën sa unë mendoj që ka mbaruar misioni, unë mendoj që nuk po bëjmë një qok, po bëjmë një nderim të një kolegu tuaj, të një mësuesi që ka kontribute për veta, një drejtues
i disa institucioneve arsimore, për dhe i zyrës vendore arsimore, që kështu besoj që do e gjejmë konsensusin për ta... Gjevili ka qenë vlerë për qenë në Gramshën, ju vendosni vetëm këshill, po se shukoj me rëfirë. Mire, përpara se ta... Ska shumë lidhje dhe nuk e di se si do të vite familjarë. Edhe stadiumi... Ska lidhje me... Jo, të kuptoj, po edhe stadiumi që Malstava s'kishte lidhje me futbollin. Edhe se që Malstava është Mirë, jo, prit mos u largoni, o, Dali, prisim pak, prit shikojmë pak komisionet, prisim pak. Deri shikojmë komisionet, 5 minuta. Po jo, se kam ca kërkesa për ndryshim, pra e të ludhem, se kanë 5 minuta. Dakord, pra, i rishikojmë se... Dakord, po në ka rastisur gjatë sa kohë, disa antarë, duke qenë se janë pjesë e 2-3 komisionet me të drejtë, kanë thënë që orëtarë nuk e ndjek do 2-3, du t'jenë teknikë që e ndjek. Prandaj thash t'i rishikojmë edhe ta vitën të gjithë. Me gjithatë, po,